është fakt. Ka këngëtarë që kanë famë shumë, po të puna e lajvit të darsmat nuk janë. Po emri i mon, po e thamesh për veten, menoj që e kam çmimin e voljetshëm, nuk lypi çka nuk dohet, edhe pse të na, realisht çmimin e bën veç emri, fama, amo na shta edhe keq që po tham, mundet mu prek në gosh, po është fakt. Ka këngëtarë që kanë famë shumë, po të puna e lajvit të darsmat nuk janë, po emri i mon. Ka këngëtarë edhe artistat ri që kënojnë tepër mirë, janë muzikalisht shumë të mirë, edhe ta mojnë darsmën pa pik problemi, edhe nuk e kanë çmimin sa e meritojnë. Kështu që edhe për veti, tash s'po tham që meritoj ma shumë, po nuk e kam çmimin shumë të naltë që me thonë mos më u pranu. Menoj që e kam çmimin e voljetshëm për çfarë së bëj. Çka mendon që e ka kriju këtë lloj tregu që e përmende, që ka edhe shumë e shumë këngëtarë me super vokal, super performanca, po që ndoshta nuk vlerësohen dhe nuk njihen shumë. Çka mendon që ka ndiku në këtë pjesë? Ka njerë thëmë edhe është çështje fati kjo pjesë, se ka shumë kolegë që unë i një, që nuk kanë për me investu në vetën e tyne që për me i pa njerëz, edhe për me arrit aty ku dohet. Ka disa që i kanë kushtet mirë, s'kanë lidhje, amo ta shti me studio po ndryshan njëri, se realisht këngëtari mirë vrejet në live, ju në studio. Kështu që menoj që pak që ke pjesa që nuk është që i kanë shumë. Është edhe e pjesa që jatë njëfshmit që kena na, jo djali atina, qika atina. Ka shumë arsye.